3 vjet më parë mora një vendim që ndryshoi plotësisht mënyrën time të ngrënin. Nuk ishte të shkoja në palestër, nuk ishte të ndërroja punë. Ishte një pasdite marsi kur hyra në dyqan, ngrita një paket spinaci dhe e vura përsëri në raft. Dola pa bler asgjë. Arrita në shtëpi, shikova hapësirën e vogël që kisha jashtë dhe mora vendimin më të dobishëm të jetës sime. Atëherë nuk bleva më perime dhe çfarë zbulova gjatë procesit më la pa fjalë, sepse gabimi që po bëja nuk ishte teknik, ishte i kalendarit. Po humbisja javë të tëra avantazhi pa e ditur. Qëndro, sepse ajo që do të dëgjosh do të ndryshoj mënyrën si e sheh kopshtin tënd përgjithmonë. Jam Agimi. Dhe nëse je këtu, është sepse beson si unë se të prodhosh ushqimin tënd është një nga vendimet më të mençura që mund të marrësh sot. Nëse ky rrugëtim të intereson, të ftoj të bashkohesh me këtë komunitet duke u abonuar në kanal. Këtu ndajmë strategji reale vetëm mjaftueshmërie, pa teoria boshe. Ekziston diçka që shumica e njerëzve bëjnë në pranverë dhe që u kushton muaj korrjeje pa e kuptuar fare. Presin që dielli të nxehë fort, që netët të jenë të ngrohta, që të vijë maji ose qershori për të menduar të hapin kopshtin. Dhe ky gest që duket i mençur është pikërisht gabimi që i ndan nga një depo plot me ushqime të veta. Sot do të shohim 12 kulturat që duhet të kesh në punë tani, nëse dëshiron që kjo pranverë të jetë pika e kthesës në pavarësinë tënde ushqimore. Le të fillojmë me të parën, numri 1, specat. Kultura që fillon tani ose nuk fillon. Nëse ekziston një kulturë që përcakton perfektisht çfarë do të thotë të paraprish kalendarin, ajo është speci. Dhe gabimi më i shpesh është të mos fillosh farzimin deri në maj, kur është tashmë tepër vonë për të pritur një korrje të bollshme në verë. Speci ka nevojë për më shumë kohë se çdo kulturë tjetër stinore për të zhvilluar nga fara deri në frut të pjekur, midis 90 dhe 120 ditëve. Kjo do të thotë që nëse mbjell në maj, do të korrësh në shtator me fat, pikërisht kur ditët fillojnë të shkurtohen dhe të ftohet fillon të afrohet, por nëse fillon farzimin tani, në mars ose në ditët e para të prillit, në një hapësirë të brendshme ose në mbulesë për ta mbrojtur nga i ftohti i natës. Deri në fund të majit do të kesh bim me rënje të forta gati për transplantim jashtë. Dhe kur të vijë korriku, do të korrësh speca, ndërsa të tjerët sapo po shohin të dalin lulet e para. Ekziston diçka që kultivuesit me përvojë e dinë për specat dhe që pothuajse askush nuk e tregon. Temperatura e tokës është më e rëndësishme se temperatura e ajrit. Mund të durojnë net pak të freskëta pasi janë transplantuar, por nëse toka është nën 15 gradë kur i vën në tokë, rritja ndalet pothuajse plotësisht. Prandaj funksionon transplantimi i majit. Toka ka akumuluar tashmë nxehtësi të mjaftueshme. Fillimi në farzim tani dhe transplantimi në momentin e saktë bën një ndryshim prej javësh të tëra në korrje. Numri 2, baçet, bishtajorja që askush nuk mbjell dhe të gjithë duhet. Baçet janë një nga kulturat më të nënvlerësuara të pranverës dhe njëkohësisht një nga më strategjike. Nëse jeton në një zonë me dimra të butë, mund t'i kesh mbjell në vjesh. Por nëse nuk e bëre, marsi është mundësia jote e fundit reale për këtë vit. Baçet nuk tolerojnë nxehtësinë e verës, ndalojnë së prodhuari sapo temperaturat kalojnë 25 gradë rregullisht. Prandaj sekreti qëndron në t'i mbjell herët dhe të shfrytëzosh ato javë pranvere të freskëta. Një bim baçe e mirëvendosur mund të japë midis 500 gram dhe 1 kg bishtaje gjatë prodhimit të saj. Dhe kjo është vetëm pjesa që shumica shfrytëzon. Gjethet e buta të baçes janë plotësisht të ngrënshme dhe të shijshme në sallatë. Filizat e majave, që shumë i hedhin, janë një nga delikatesat më të panjohura të kopshtit. Përveç kësaj, si çdo bishtajore, baçja fikson azot në tokë. Kur mbaron ciklin e saj, rënjet mbeten në tokë duke e pasuruar substratin për kulturën e ardhshme. Numri 3, spinaci.
Korja më e shpejt e kopshtit në këto data, nëse ke nevojë për rezultate të dukshme shpejt, spinaçi është aleati yt. Në kushte pranvere të freskët, mund të jap gjethe për të korrur në më pak se 40 ditë nga mbjellja. Dhe ndërsa pret që domatet, specat ose tranguj të piqen, do të kesh gjethe të freskëta në tryezën tënde që nuk të kanë kushtuar gjë tjetër veç disa farësh dhe pak ujë. Spinaçi është një kulturë klimash të ftohta që arrin potencialin e tij maksimal pikërisht në këto temperatura. Kur vjen nxehtësia e fortë, fillon të lulëzojë shpejt duke u bërë i hidhur. Kjo e kthen marsin dhe prillin në dritaren e artë për ta kultivuar. Nga pikpamja ushqyese është një fuqi e koncentruar. Hekur, magnez, vitamin K, vitamin A, acid folik, truku që shumë fishon prodhimin është të mos korrësh bimën e tërë. Prit vetëm gjethet e jashtme më të mëdha dhe lër zemrën qendrore të paprekur. Bima do të vazhdoj të prodhoj gjethe të reja për javë me radhë. Një mbjellje e shkallëzuar çdo 10 ditë të garanton spinaq të freskët në mënyrë të vazhdueshme derisa të vijë nxehtësia. Numri 4, domatet cherry në farzim. Kultura që riedukton gjithçka që mendon se di për domaten. Kur mbjell domate cherry në farzim në mars, jo vetëm fiton javë avantazhi, por fiton akses në varietete që kanë zhdukur nga tregu sepse nuk qëndrojnë gjatë transportit. Varietete që piqen me një ëmbëlsi kaq të fortë, sa herën e parë që i provon direkt nga bima, nuk mund të besosh që kjo është e njëjta gjë që shesin si domate cherry në dyqan. Ndryshimi fillon në farzim. Një farë në mars me nxehtësi konstante midis 20 dhe 25 gradë dhe dritë të mjaftueshme mbim brenda 7 deri 10 ditëve. Deri në maj do të kesh bim prej 20 deri 30 centimetrash me rënje të shëndetshme gati për jashtë. Dhe deri në fund të qershorit do të hash domatet e tua të para. Ndërsa të tjerët sapo po shohin bimët e tyre të lulëzojnë, sekreti për një prodhim që nuk ndalet deri në tetor është prerja e degëzimeve anësore në varietetet indeterminate. Çdo degëzim që shfaqet në aksil midis kërcellit kryesor dhe një gjetheje, nëse e lë të rritet, krijon një kërcell të ri që konkuron me kryesorin për burime. Heqja e tij ridrejton gjithë energjinë e bimës drejt frutave ekzistuese. Numri 5, patatet e hershme. Zhardhoku që të mëson çfarë do të thotë të prodhosh vërtet. Patatet e mbjella në mars kanë një avantazh që shumë pak njerëz e shfrytëzojnë. Vinë në tryezë në qershor, kur pothuajse nuk ka patate të reja tjetër në treg. Por nëse i kultivon vetë, çmimi nuk të intereson sepse korja është jotja. Patata e hershme dallohet nga ajo e ruajtjes në një gjë themelore, nuk është menduar për ta ruajtur muaj me radhë, por për ta ngrënë sapo del nga toka. Lëkura e saj është kaq e hollë sa as nuk ke nevojë ta qërosh. Tekstura e saj e zier ose e pjekur në tigan është si gjallë. Për varietetet e hershme të pranverës, truku i parambirjes që konsiston në vendosjen e patates farë në një tabaka në dritë por jo diell direkt 2 ose 3 javë para mbjelljen. Për të zhvilluar filiza të shkurtër e të fortë, zvogëlon kohën deri në korrjen e parë midis 10 dhe 15 ditëve. Përshimi i rregullt, shtimi i tokës mbi kërcej ndërsa rriten, nuk është opsional. Është ajo që shumë fishon numrin e zhardhokëve për bim. Çdo centimetër kërcelli i varrosur është një pikë lindje së patave të reja. Pa përshim, korr pak. Me përshim të bërë mirë, korr me bollë. Numri 6, mangoldi. Kultura që prodhon për muaj pa të kërkuar pothuajse asgjë. Mangoldi është një nga ato kulturat që ekziston prej mijëra vjetësh për një arsye shumë të thjeshtë. Është jashtëzakonisht produktiv me shumë pak mundim. I mbjell në mars mund të jetë duke të dhënë gjethe për të korrur nga maji e deri mirë brenda stinës tjetër nëse dimri është i butë në zonën tënde. Çfarë pak njerëz e dinë është se mangoldi i farzimit vetjak me varietete me ngjyra nuk ka asnjë lidhje me mangoldin e gjelbër uniform që sheh në tregje.
Varietetet me bishta të kuq, të verdh, portokalli dhe të bardh janë bim aq të bukura vizualisht saqë do të shërbenin si zbukuruese dhe njëkohësisht janë të ngrënshme tërësisht, gjethja, bishti dhe madje edhe farat si mikroverdura. Sistemi i korrjes së gjetheve të jashtme është i njëjti si me spinaqin. Asnjëherë mos e shkul bimën e tërë. Prit gjethet e pjekura nga jashtë dhe lër zemrën të paprekur. Një mangold i trajtuar mirë mund të japë gjethe për më shumë se një vit. Numri 7. Hudhra. Ilaçi më i lashtë i botës që duhet ta kultivosh vetë, e di çfarë po mendon. Hudhra mbillet në vjesh dhe ke të drejtë. Ai është momenti ideal. Por nëse nuk e bëre në tetor, ke një mundësi të dytë në mars. Hudhrat e mbjella në pranverë prodhojnë krerë më të vegjël se ato të vjeshtës. Por prodhojnë. Dhe nëse nuk ke kultivuar kur hudhrën tënde, edhe ajo korje e parë më e vogël do të habis. Hudhra e sapo korrur, e kuruar për 2 javë në një vend të thatë dhe me aerosje, ka një intensitet aromatik që hudhra e blerë, e cila mund të ketë qëndruar muaj në ruajtje të kontrolluar, nuk mund ta riprodhojë. Dhe kur fillon të gatuash me hudhrën tënde, kupton pse për mijëra vjet u konsiderua njëkohësisht ushqim dhe ilaç. Për mbjelljen e pranverës, zgjidh dhëmb të mëdhenj nga krerë të shëndetshëm. Mbilli rreth 5 cm thellë me majën lart dhe ndaj të paktën 15 cm midis tyre. Do të korrësh kur më shumë se gjysma e gjetheve të jenë të verdha, ndoshta në korrik. Numri 8. Patëllxhanët. Kultura që shpërblen durimin. Patëllxhani është kultura më kërkuese e kësaj liste. Ka nevojë për nxehtësi dhe shumë. Nuk toleron temperatura nate në 10 gradë dhe ritmi i tij i rritjes në farzim është më i ngadaltë se ai i domates apo specit. Por kush e kultivon sakt, duke filluar farzimin në mars me temperaturë konstante të paktën 22 gradë, arrin verën me bim të fuqishme që prodhojnë patëllxhan të një madhësie dhe shije që nuk ka krahasim me ato komerciale. Patëllxhani i supermarketit korret para pjekjes së tij optimale për të qëndruar gjatë transportit. Një patëllxhan nga kopshti yt i prerë në momentin e saktë kur lëkura është e tendosur dhe me shkëlqim. Ka një teksturë më të fortë, më pak fara dhe një mungesë pothuajse totale të hidhërimit, truku që pak njerëz e dinë, lër vetëm 3 ose 4 fruta për bim gjatë muajve të parë. Mund të duket kundërintuitive, por një bim që përqendron burimet e saj në pak fruta prodhon patëllxhan të madhësisë dhe cilësisë më të lartë se një bim që përpiqet të pjek 10 njëherësh. Numri 9. Fasulet me tarrace. Prodhuesi që nuk ndalon nëse di si ta trajtosh. Fasulet me tarrace janë një nga ato kulturat që kur nisen, nuk ndalojnë. Ndryshe nga varietetet xhuxhe që prodhojnë gjatë një periudhe të kufizuar e pastaj mbarojnë, varietetet ngjitse mund të zgjatin prodhimin e tyre 2 ose 3 muaj nëse i korr rregullisht dhe nuk lejon që bishtajat të piqen tepër në bim. Fundi i marsit dhe prilli janë momenti i saktë për t'i mbjellë direkt në tokë, pasi ka kaluar rreziku i ngricave intensive. Kanë nevojë për një strukturë ku të ngjiten. Mund të jetë kaq e thjeshtë sa disa kallama të kryqëzuara dhe pasi vendosen, rriten shpejt dhe prodhojnë bujarisht. Fasulet gjithashtu fiksojnë azot në tokë. Pas tërheqjes së tyre në fund të stinës, inkorporon rrënjët e tyre në tokë dhe do të pasurosh substratin për kulturën tjetër. Numri 10. Pjepri në farzim. Luksi që mund ta përballosh kur kultivon vetë, pjepri është kultura që i habit njerëzit më shumë kur e shohin në një kopsht shtëpia. Askush nuk pret të shohë pjepra në një kopsht urban dhe megjithatë, me fillimin e saktë në farzim në mars ose prill, është plotësisht e mundur të korrësh pjepra vetjak në mes të verës. Çelësi është pikërisht i njëjtë si me kastravecin dhe kungullin. Pjepri nuk mund të dalë jashtë derisa netët të jenë të ngrohta. Por nëse pret majin për të mbjellur, vonohesh. Farzimi i marsit të jep një muaj avantazh që shndërrohet në fruta të pjekur në korrik. Një pjepër i kopshtit vetjak që piqet plotësisht në bim është një përvojë gastronomike pa krahasim.
Sheqeri që zhvillon gjatë javëve të fundit të pjekjes në bimë nuk mund të riprodhojë artificialisht. Numri 11, luleshtrydhja. Investimi më i dobishëm i kopshtit për hapësirën e zënë. Luleshtrydhjet e mbjella tani në pranverë do të prodhojnë frytet e tyre të para këtë vit nëse zgjedh varietetet remontante. Por vlera e tyre e vërtet është ajo që vjen pas. Një bimë luleshtrydhje e mirë vendosur prodhon vit pas viti për 3 ose 4 vjet pa pasur nevojë ta rimbjellësh, dhe gjithashtu gjeneron stolonet, ato filiza tërhequra me bimëza të reja në fund, që të lejojnë të shumë fishosh mbjelljet e tua falas çdo stim. Ndryshimi midis një luleshtrydhje nga kopshti yt dhe një nga supermarketi është i njëjti që ekziston midis një domate të sapo prerë dhe një që ka qëndruar 3 ditë në frigorifer. Janë teknikisht i njëjti ushqim, por shijojnë krejtësisht ndryshe, zën pak hapësirë. Rriten mirë në vazo, në jardiniera, në shtretër të ngritur. Janë një nga kulturat më të aksesueshme për kë fillon nga zero dhe njëra nga më të dobishme për sa i përket hapësirës ndaj prodhimit, dhe arrim të numri 12, ai që premtova në fillim. Kultura që më pak njerëz mbjellën në pranverë dhe që më shumë vlerë ushqyese jep për metër katror kopshti. Numri 12, brokoli. Antioksidanti që pothuajse askush nuk e mbjell në momentin e duhur. Brokoli ka reputacionin e të qenit i vështirë dhe arsyeja pse shumë njerëz dështojnë me të është pikërisht e njëjta si me pothuajse të gjitha kulturat e kësaj liste. E mbjellën në momentin e gabuar. Brokoli i pranverës fillon në farzim në mars dhe transplantohet në prill. Cikli i tij i rritjes në këto kushte është midis 60 dhe 80 ditëve, që do të thotë se do të korrësh koka brokoli të freskëta midis qershorit dhe korrikut, truku që dy fishon korrjen, kur të presësh kokën qendrore. Mos e shkul bimën. Bimët e brokolit gjenerojnë filiza anësor për javë pas korrjes kryesore. Ata filiza dytësor janë më të vegjël, por po aq ushqyes dhe të lejojnë të korrësh gjatë një muaji të tërë nga një bimë e vetme. Tani, para se të shkosh direkt të përgatisësh tokën tënde, dua të jap 3 parimet që kam mësuar me radhë stinësh dhe që ndajnë kultivuesin që arrin rezultate nga ai që mbaron i frustruar. E para, toka nuk është mbështetje, është aseti më i rëndësishëm i kopshtit. Asnjë farë cilësore, asnjë teknikë e avancuar dhe asnjë ujitje perfekte nuk mund të kompensojë tokën kompakte, të varfër në lëndë organike ose me kullim të keq. Para se të mbjellësh gjë, dediko kohë për të përmirësuar tokën tënde. Inkorporo kompost të pjekur në 20 cm e para. E dyta, farzimi nuk është opsional, është ndryshimi midis korrjes në qershor ose në gusht. Shumë nga kulturat e kësaj liste nuk mund të dalin jashtë tani sepse netet ende kërcënojnë, por mund të jenë duke u rritur në farzim të mbrojtur. Një kuti farzimi brenda pranë një dritareje që merr diell disa orë në ditë është e mjaftueshme. E treta, vëzhgo më shumë, ujit më pak. Pranvera e hershme ka një kurth shumë të zakonshëm. Toka ruan shumë më tepër lagështi se në verë sepse avullimi është i ulët dhe shiu është i shpesh. Ujitja nga zakoni, pa kontrolluar nëse toka ka nevojë, është shkaku më i zakonshëm i kalbjes së rënjeve dhe sëmundjeve kërpudhore në këtë periudhë. Testi i gishtit mbetet më i besueshmja. Fut gishtin deri në nyjen e dytë. Nëse toka është e lagur, mos uji. Nëse është e thatë, atëherë po. Dhe gjithmonë në mëngjes, kur pas dite apo natën, ja 12 kulturat që e bëjnë pranverën stinën më produktive të vitit nëse dita shfrytëzosh: speca, baçe, spinaq, domate cherry, patate të hershme, mangold, hudhër, patlıcan, fasule me tarace, pjepër, luleshtrydhje dhe brokoli. Çdo kulturë nga këto është një hap më tej drejt një depoje që nuk varet nga askush. Ndërtimi i vetëmjaftueshmërisë ushqimore nuk do të thotë të shkëputesh nga bota, por të marrësh vendime të vetëdijshme për atë që vë në pjatën tënde, të dish saktësisht si ka rritur, kur është korrur dhe çfarë ka brenda. Mos prit që dielli të nxehë më shumë. Mos prit të kesh më shumë kohë. Mos prit stinën e ardhshme.
Çdo javë që kalon pa vepruar është një javë korrieje që nuk do ta kesh. Momenti për të filluar është gjithmonë tani. Cila nga këto 12 kultura do ta vësh të parën në tokë? Ke tashmë farzime gati apo po fillon nga zero këtë stin? Tregom në komente sepse lexoj çdo njërin dhe më pëlqen shumë të di si po ju ecën kopshti juaj. Nëse një dik që vazhdon ta shtyj kopshtin për kur të vijë nxehtësia e vërtet, ndaj këtë video me atë person. Mund t'ja ndryshosh gjithë stinën. Abonohu nëse nuk e ke bërë ende. Vijnë më shumë video mbi teknikat e konservimit, dizajnin e kopshteve produktive në hapësira të vogla dhe gabimet që kam parë të përsëriten më shumë vite kultivimi. Gjithçka që funksionon vërtet, pa shkurtëra dhe pa fantazi. Vazhdo të kultivosh. Momenti më i mirë për të mbjellë ishte dje.